Besoj shumë që konsolidimi i pozicionit me zero taksa për biznesin ka një vlerë të rëndësishme. Besoj shumë që përsëritja e zotimit që sa kohë do jemi këtu, deri në 2029 nuk do ketë taks për biznesin e vogël, që në një farë mënyrë jep edhe një qetësi psikologjike edhe për të planifikuar dhe për mos pasur pa parashikueshmëri. Pastaj kush do dali nga 140 do shkojë më lart, do paguaj taksën, sepse në fundi qëllimi ky është dhe kompensimi këtu do bëhet që pjesa më e zhvilluar e biznesit vogël që janë në zonën e sipërme të mund të kapërcejnë dhe